Enver Hoxha dikur thuaj se pushon të shiun dhe shfaqte diellin. Refleksionet e emigrantës shqiptare në Itali për festimet e 1 majit në Shqipërinë komuniste. Nga Adela Kolea. Një vend që nga periudha e pasluftës e deri në fillim të viteve 1990, i cili për rreth gjysmë shekulli jetoi në një diktaturë. E udhëhequr në mënyrë një partijake nga e vetmja parti ligjore dhe organ qeverisës në pushtet, Partia e Punës, ish Partia Komuniste Shqiptare, është e qartë se 1 maji do të thoshte fjalë për fjalë, edhe dita e punës ose dita e punëtorëve. Sot ky përvjetor në Shqipëri nuk festohet më njësoj si më parë, pasi në vend ndodhi ndryshimi i sistemeve politike në fillim të viteve 90 dhe në momente në të cilat, përgjithsisht në nivel global, ai është transformuar. Në një ditë proteste dhe demonstratash, në të cilën populli kërkon të drejtën e tij themelore, atë që i jep kuptim këtij përvjetori, punë që për fat të keq aktualisht është në mungesë dhe njerëzit janë kapur në kthetrat e krizës. Në atë kohë, në Shqipëri, më 1 maj në sheshin kryesor të Tiranës, qindra mijëra njerëz manifestuan të gëzuar, pikërisht për të demonstruar me krenari sukseset e tyre në vendin e punës, në të gjitha frontet e prodhimit. Arritjet e punës, siç raportoi bilanci pozitiv, i treguan shtetit, i cili u kishte garantuar qytetarëve punën, në përputhje me sistemin në fuqi. Ndaj, ishte detyra e popullit punonjës të tregonte eksponentëve të udhëheqjes së lartë të vendit rezultatet e larta dhe pozitive të ekonomisë shtetërore, të arritura gjatë vitit dhe kjo më 1 maj u dëshmua në të njëjtën kohë. Si një mundësi e rëndësishme për t'i falenderuar ata për mirëqenien që popullit janë nxirrte pikërisht nga perspektiva e punës në vetvete, e garantuar nga kompania shtetërore e madhe. Një vështrim mbi historinë dhe konceptimin e punës në Shqipëri gjatë sistemit komunist diktatorial. Ky ndiqni videon e plot në kanalin ton të YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni tani subscribe dhe nuk do të humbisni asnjë nga videot tona.